siç ju kam thënë që Tiku pret të bëhet zëvendës ministër drejtësie nga Edi Rama. Dhe ja ku më ka ardhur një provë e fortë djendarke. Shikojnë tash. Adriatik Lapaj Grup by stafi PS-s. Si janë këto punë, si janë. Prandaj ju kam thënë që pret të bëhet zëvendës ministër drejtësie, njësoj si Taulant Muka që bëhet zëvendës ministër arsimi, si Besart Kadia që u bë zëvendës ministër financash. Është në shërbim si Gjergj Bojaxhiu, si Ben Blushi, si Erion Braçe, e tjerë e tjerë. Shikojnë tash. Grup Histori. Kujdes. Është ndëruar emri herën e fundit në 28 korik, qershor, 28 qershor, sepse PS e këtë bën, 2023. Sa po mbaroi punë me zgjedhjet lokale, hop, direkt kaloi tek Tiku për ta sponsorizuar, për ta promovuar në funksion të zgjedhjeve të këtij viti që të pengoj votat e socialistëve të mos i shkojnë PD-s. Pra, votat e pakënaqurve që nuk do votojnë Ramën, të paktën të mos votojnë PD-n. Kjo është gjithë loja. Të jeni të qartë e të qetë, sepse loja është që Tiku ka vetëm për të penguar votat nga PS-ja ose nga të pakënaqurit të mos i shkojnë PD-s. Mund të marrë ca vota nga PD-ja, siç kanë marrë disa njerëz të cilët kanë rënë prej mashtrimit dhe një mashtruesi ordiner si Adriatik Lapaj. Shikojnë tash. Në 26 prill 2023, emri ka ndryshuar në Benet Beci Shkodra Pozitive. Pak para zgjedhjeve, kur erdhi dhe Luisi në lojë. Change në 11 mars 2023, Benet Beci për Shkodrën PS. Opa, këtu 4 shtator që bëheshin gati për zgjedhjet vendore 2022, PS dhe Edi Rama, zgjedhje vendore 2023. Ka qenë në 4 shtator Partia Socialiste, zgjedhje vendore 2023, 4 shtator e pas ka ndryshuar 2 herë brenda ditës, sepse varet se kanë marrë direktivën nga Endri Fuga, se Endri Fuga i thot bëni këtë dhe e bëjnë. Edi Rama RTV. Dhe grupi është hapur në datën 21 shkurt 2022, Benet Beci Shkodra Pozitive, group was created. Pra miq, kjo është e gjitha. Ju kam thënë dhe ju them sërish, mos votoni partiçkat.